Duke filluar nga viti 2026, programi kombëtar i depistimit të kancerit të qafës së mitrës zgjeron fashën e grupmoshës së grave përfituese nga 40 në 50 vjeç në 35 deri në 55 vjeç, një nismë që synon rritjen e ndërgjegjësimit për kontroll dhe uljen e rrezikut ndaj kësaj sëmundje. Nisëria e shëndetësisë dhe mirëqenie sociale Vis Sala përmes një video mesazhi ka theksuar se po bëjmë një hap të rëndësishëm për shëndetin e grave dhe për të ardhmen e shëndetit publik në vend. Bazuar në të dhënat shkencore, situatën epidemiologjike në vend, rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në strategjinë globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për eliminimin e kancerit të qafës së mitrës, vendosim të zgjerojmë fashën e grupmoshës për depistimin e këtij kanceri me testin e PV nga 40 deri në 50 vjeç në 35 deri në 55 vjeç në kuadër të programit kombëtar të depistimit të kancerit të qafës së mitrës. Në Shqipëri, mosha mesatare e diagnostikimit të kancerit të qafës së mitrës është 53 vjeç, çka tregon qartë se depistimi duhet të fillojë më herët dhe të mbulojë një periudhë më të gjatë rreziku. Ky është depistimi i organizuar, i planifikuar dhe i barabartë me të gjithë gratë e grupmoshave specifike dhe është një shërbim publik i siguruar dhe i garantuar falas nga Ministria e Shëndetësisë. Depistimi i organizuar, i planifikuar dhe i barabartë për të gjitha gratë e grupmoshave specifike dhe është një shërbim publik i siguruar e garantuar falas nga Ministria e Shëndetësisë. Ky vendim është një investim për shëndetin e grave, për familje më të shëndetshme dhe për një shoqëri më të fortë. Parandalimi është forma më e mirë e kujdesit shëndetësor dhe ne zgjedhim të veprojmë në kohë duke forcuar programet tona të depistimit. Kanceri i qafës së mitrës është një nga kanceret që mund të parandalohet pothuajse plotësisht përmes vaksinimit kundër HPV-s dhe depistimit të rregullt.